Ngushtica e Hormuzit, një nga arteret më të rëndësishme të furnizimit global me energji, vijon të mbetet pothuajse e bllokuar, pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Të dhënat e fundit nga sistemet e gjurmimit detar tregojnë një nivel minimal të lëvizjes së anijeve në këtë korridor jetik, duke ngritur shqetësime serioze për furnizimin global me naftë. Pamjet e regjistruara nga platforma e monitorimit të trafikut detar tregojnë se gjatë 24 orëve të fundit, lëvizja e cisternave dhe anijeve tregtare ka qenë shumë e kufizuar, duke reflektuar tensionet e vazhdueshme në rajon. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar ashpër, duke akuzuar Iranin se nuk po respekton marrëveshjen për të lejuar kalimin e lirë të naftës përmes ngushticës. Në një postim në rrjetet sociale, ai deklaroi se Irani po bën një punë shumë të dobët në zbatimin e angazhimeve të tij. Ndërkohë, armëpushimi dyjavor mes palëve duket i brisht, ndërsa tensionet janë shtuar sërish përpara një raundi të ri negociatash që pritet të zhvillohet në Pakistan. Sipas zhvillimeve të fundit, Irani nuk ka dhënë shenja për heqjen e bllokadës pothuajse totale të ngushticës së Hormuzit. Nga ana tjetër, Teherani ka argumentuar se sulmet e vazhdueshme të Izraelit në Liban janë një faktor kyç që po pengon zbatimin e plotë të marrëveshjes. Kjo situatë ka sjellë një nga ndërprerjet më të mëdha të furnizimit global me energji, duke rritur pasigurinë në tregjet ndërkombëtare. Ekspertët paralajmërojnë se çdo vonesë në rikthimin e trafikut normal në këtë zonë mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta në çmimet e naftës dhe në ekonominë globale.